është një minë me sahat situata në Siri dhe një përplasje e mundshme midis Turqisë dhe Izraelit? Mendoj që drejt asaj po shkohet, po nuk do finalizohet një përplasje midis Izraelit dhe Sirisë. Edhe ka shumë arsye të cilet them do t'i trajtojmë pas po. Jo Izraelit dhe Sirisë, Izraelit dhe Turqisë. Për Sirinë. Për Sirinë, po. Dhe jo vetëm për Sirinë, sepse problemet janë pak të ndërlidhura edhe me shtete tjera. Desha të them pak shumë shkurt edhe për teleshikuesën se ka interes marrëdhëniet turko-izraelite kanë kaluar nga dashuri në urrëtie, dashuri urrëtie, apo po t'i themi kështu miqësi armiqësi. Turqia ka qenë shteti i parë në 1949, shteti i parë musliman që njohu Izraelin si shtet. Edhe një nga ta baballarët e kombit izraelit, David Ben Gurioni ka qenë në shtetas i perandorisë osmane, me shtetësi, domethënë, ka qenë i shkolluar në Stamboll për jurist dhe ka patur turqishten e flisë shumë mirë, pra në një farë mënyrë ka pasur atë ndikimin e tij turk. Ato marrëdhëniet me pas shkuan shumë mirë, marrëdhëniet midis Izraelit dhe Turqisë, aq mirë. Në mbështetje të kësaj analize, kujtoj për publikun që komunitetet ebraike në periudhën e perandorisë osmane kanë gëzuar një mbrojtje shumë madhe dhe kanë jetuar shumë mirë, nuk kanë pasur persekutim nga shteti osman. Pikërisht. Pra ka një traditë, një background pozitiv në marrëdhëniet midis Turqisë moderne, si trashëgimtare e perandorisë dhe Izraelit. Pa ardhur në pushtet në 2002-shin partia e Erdoganit, ka patur aq marrëdhënie të mira saqë në atë kohë bile u fol kur u kap lideri Öcalan, u fol që ja dhanë në pjatë shërbimet, nuk e di sa vërtet mund të jetë, këtë nuk e kam të konfirmuar, por thanë që ja dhanë në pjatë shërbimit sekret turk, ja dhanë shërbimet e inteligjencës izraelite. Gjithsesi, kjo ishte... Ata që nuk e dinë, Öcalan është lideri i kurdëve, apo i Partisë Komuniste Kurdistanit. Dhe ka hyrë lojë tashmë prapë, së fundmi, domethënë Öcalani. Dhe para se të vinte marrëdhëniet ishin aq mira saqë aviatorët izraelit stërviteshin në territorin turk. Bënin guida, bënin kështu, ndërkohë që teknikët e aviacionit izraelit shërbenin edhe në Turqi. Pra marrëdhëniet ishin jashtëzakonisht mira. Ishin. Edhe me pas këto probleme vazhduan edhe me ardhin e partisë së Erdoganit, vazhduan këto marrëdhënie, në fakt ishin të mira. Por në 2010-ën, në maj diku ose të 2010-s, një anije turke e ngarkuar me ndihma, do të shkarkonte ndihmat në Izrael dhe ajo anije quhej Mavi Marmara. Incidenti famshëm. Shërbimet izraelite kishin informacion se këta po dërgojnë armë fakt dhe zbarkuan dhe vranë 9 anëtarët e ekuipazhit dhe këtu filloi një përplasje e madhe